Qeveria vendosi që detyrimet ndaj konsorciumit amerikano-turk Bechtel dhe Enka për ndërtimin e autostradave të korridorit të 8 dhe korridorit të 10D të paguhen përmes një kredie nga 4 banka maqedonase. Vendimi është miratuar në mbledhjen e qeverisë më 2 qershor. Kredia do të jetë në vlerë prej 140 milion eurosh me afat shfrytëzimi prej 30 muajsh, periudhë grace prej 3 vjetësh dhe shlyere gjatë 12 viteve të ardhshme. Ministri e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska është autorizuar të nënshkruajë garancinë shtetërore, e cila mbulon borxhin kryesor, interesin dhe komisionet në rast se ndërmarrja publike për rrugës shtetërore nuk i përmbush detyrimet ndaj bankave. Me këtë vendim, qeveria lëshon një garanci shtetërore me të cilën garanton përmbushje me kohë dhe në tërësi të detyrimeve të ndërmarrjes publike për rrugës shtetërore ndaj 4 bankave në bazë të komisionit për shumën e miratuar, por të pashfrytzuar të kredis, borxhit kryesor dhe interesit, thuhet në njoftimin e publikuar në gazetën zyrtare. Në të njëjtën mbledhje është miratuar edhe një garanci shtetërore për një kredi të përbashkët prej 176.5 milion eurosh për përfundimin e autostradës Korçov-Ohër, e cila deri më tani financoi nga banka kineze Exim Bank. Kushtet e kësaj kredie janë të njëjta me ato për projektin Bechtel dhe Enka.